Kur unë gjej 50 kuti apo 60 kuti, të cilat të gjitha kanë probleme, për kandidatët ndryshëm brenda listës, në ndryshim me videon që ne shohim, atëherë ne i drejtohemi KQZ-s dhe i drejtuam dhe tham, kur këto 50-60 kuti, të gjitha kanë probleme brenda, përfshirë reflektimi më pas në QV, për shembull një QV fare s'mi kishin edhe fare votat. Kishin caktuar me vend 0 këtu. Kujt e kishin hedhur doktor? Do kanë bërë gabim 1 me 2, pra numri i parë me numrin e dytë. Pra gabim. Po, gabim. Ore mund të jetë gabim, mund të ketë qenë të 2 e natës ajo. Po një sekond tani. Ne kemi kërkuar saktësim. Unanimitet. Kemi kërkuar saktësim, është e drejtë kjo. Pra neve do pranojmë që mund të ekzistojë edhe gabim. Sa si gjithë tash. Jeni tolerant, po vazhdo. Nëse pastaj kjo vërehet, që kjo s'ka ndodhur në një kuti, po ka ndodhur në 100 kuti. Hajde flasim. Ne kur shohim një, themi që ne kemi gjetë këtë një dhe ta tregojmë. Në një kuti është gabim, në 100 kuti pastaj... Prandaj pra kemi kërkuar, prandaj ne çfarë i kërkuam? Ne çfarë i kërkuam KQZ-s? Ne i tham, kur neve në këto 50 kuti gjejmë këto diskrepanca të thella për shumë prej kandidatëve, jo për një apo për 2, po për disa prej kandidatëve. Dhe i gjejmë këto diskrepanca, ju kërkojmë rinumrimin për shkak se kjo mund të ketë ndodhur dhe në 1200 kusur dhe kujdes dhe një diçka tjetër, sepse shpeshherë e ndjej këtë pjesën e përgjithësimit, nuk kemi pas çështje vrejtje për numërimin e bërë elektronikisht. Disa prej verbaleve kanë qenë të gabume, siç e kemi pa neve, pra verbali është gabim krahasim me votat, kjo gjehet shumë kollaj, është lehtësisht e gjetshme. Disa flet votimi, vetëm flet subjekti, duket se janë plotësuar gjatë numërimit të kandidatëve, që do të thotë fletë e subjekti që ne shohim video janë më shumë në numër në krahasim me çfarë rezulton ke verbali përfundimtar, që do ku kanë përfunduar këto, do të thotë mund të përkthehet kjo. Teknikisht mund të ndodhë në fletë në votimit ti ke votuar për parti, nuk e votuar për një kandidat caktuar, numëruesi që është fans. I zot Ali Mehmeti, jo, nuk është e pavlefshme. Plotson emrin e doktorit meqense duam ta marrim. Po merrni mos ka gjë, s'ka problem. A lë bosh ka stem ti që ta plotsojnë ata aty? Jo, nuk dua të shpreh për kandidat. Unë votoj PD, numri i dhe më mjafton. Unë di që është votë pavlefshme. Jo, vetëm kandidati se ishte që pavlefshme. Është kishte edhe partisë dhe kandidatin ishte pavlefshme. Të votoj subjekti politik. Po nëse të votoj ty dhe s'votoj partinë, atëherë është pavlefshme.